Patjetër që ajo protest, e thash, nuk mund të kuptohet pa arenë e mbi ngarkuar të dhënave digjitale mbi bulevardin e Flamingove, e cila mblodhi dhe lëshoi një pafundësi sinjalesh në të gjitha anët e globit. Sepse Zvërneci nuk mbante vetëm peshën e një investimi të madh, të një lagune të ndjeshme, të pikpyetjeve mbi pronën, të një vendimarrje të debatueshme, të cilat krijuan patjetër një forcë magnetike mbi planetin Tokë pas viralitetit një videoje ku brishësia e individit që proteston përplaset me gardhin e lartë me tela me gjëmba. Mu si t'ishte një kufi i pakapërcyeshëm mes jetës ti dhe një rrugë të madhe zhvillimi që e ka flakur atë jashtë shtratit saj. Mbi Zvërnecin qëndronte dhe hija e emrit më polarizues të politikës dhe të medias botërore. Përderisa në qendër projektit ishte dhëndri dhe e bija e tij. Pa atë lidhje, protesta do të ishte në rastin më të mirë një çështje shqiptare, jashtë vëmendjes dynjas. Por fal asaj lidhjeje, ajo bë menjëherë një legjend globale, ku shumë kush ndër fansat e huaj të protestës, përfshirë dhe një senator mitik të Shtetet Bashkuara, desh ta shihte Shqipërinë si shëmbëltyrën guximtare të një Davidit vogël, që u ngrit dhe u rebelua ndaj Goliathit plot fuqishëm, duke bërë thirrje që bota mbar ta merrte nga Shqipëria mësimin dhe të ngrihej në atë revolucionin e madh dhe të shumëpritur të ish proletarëve. Ky është fakti i kohës së kanaleve sociale ku noton sot bota. Zvërneci dha videon revoltuese, Flamingoja dha simbolin magjepsës, hija e vjerrit më të famshëm botë dha magnetin global, dhe algoritmi i yshtur edhe nga ustallar të ndërhyrjes në punët e vendeve të tjera bëri pjesën tjetër, me një shkrepse të ndezur pranë pyllit me pisha në nart, shpërndau brenda pak orësh një zjarr maramendës anë mban botës.